Një lajm I papritur po bën xhiron e rrjetit dhe këtë herë në qendër të vëmendjes është këngëtari I njohur Besart Kelmendi, I njohur nga publiku me emrin artistik Gjesti. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në media dhe rrjetet sociale, artisti është ndaluar nga policia e Kosovës gjatë një aksioni të zhvilluar në Prishtinë, duke shkaktuar menjëherë një val reagimesh në internet. Thuhet se gjatë kontrollit ndaj këngëtarit është konstatuar një armë zjarri pa autorizim, çka ka bërë që ai të shoqërohet në stacionin policor për sqarime të mëtejshme. Pas procedurave fillestare, artisti raportohet se është vendosur në mbajtje për 48 orë, ndërsa autoritetet vijojnë verifikimet për të kuptuar më shumë rreth kësaj situate. Sigurisht, lajmi ka shpërthyer menjëherë në rrjetet sociale, ku fansat e Gjestit janë shprehur të habitur dhe të shumt janë ata që presin reagimin e vet këngëtarit. Kujtojmë se Gjesti është një nga artistët më të komentuar të momentit në showbizin shqiptar dhe çdo zhvillim që lidhet me të kthehet menjëherë në temë diskutimi. Por çfarë mendoni ju? A është thjesht një situatë që do të sqarohet shpejt apo një histori që pritet të marrë edhe më shumë vëmendje në ditët në vijim? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë lajme nga showbizi shqiptar.